Mirëditat të dashur teleshikues të emisionit Çfarë duhet të dini në RTS Korça dhe dëgjues të Radio Korçës. Si çdo të martë nga ora 17 deri në orën 18, jemi përsëri së bashku për të folur për tema të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e tatimeve, me fushën e sigurimeve shoqërore. Në emisionin e kaluar, ne kemi folur për pronarët përfitues, i trajtuam se çfarë ishin pronarët përfitues, çfarë detyrime dhe çfarë të drejtat kishin ata, si duhet të regjistroheshin dhe çfarë afate kohore kishte për të regjistruar dhe më pas dhe procedurat e tjera që kishin të bënin pikërisht me pronarët përfitues. Në emisionin e kaluar fatikisht ne prezantuam që sot do të flisnim për disa norma ligjore që kishin të bënin me fushën e sigurimeve shoqërore, norma ligjore të përcaktuar në ligjin numër 7703 të vitit 1993 për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar dhe që janë shumë të rëndësishme në llogaritjen e masës fillestare të pensionit dhe kuptohet që janë të rëndësishme edhe për dijenin e qytetarit për të mësuar se çfarë përfitojnë ata pikërisht nga këto norma ligjore në fushën e sigurimeve shoqërore. Por kuptohet gjatë kësaj jave kemi ndryshime në fushën e tatimeve, por edhe në fushën e sigurimeve shoqërore. Dhe pikërisht këto norma ligjore që ne do mundohemi gjatë këtij emisioni në bazë bazuar kuptohet edhe në koha televizive që do të kemi, ti trajtojmë në fund dhe do të vazhdojmë më pas në emisionet e tjera për të trajtuar ato më hollësisht. Pikërisht për të folur për ndryshimet që kemi patur gjatë kësaj jave, unë sot do të jem përsëri me zotin Fatmir Ceci, një ekspert në fushën e ekonomisë dhe një bashkëpunëtor tashmë në emisionin Çfarë duhet të dini dhe do të flasim pikërisht për ndryshimet që janë akoma në fazën e projekt ligjit apo në projekt vendimit, por gjithsesi e kemi detyrim që të njohim qytetarët pikërisht me këto ndryshime që kanë ndodhur gjatë javës së kaluar. Në fushën e tatimeve, edhe në bazët e deklaratave të kryeministrit, kemi dy ndryshime që presim të dalin aktet ligjore, të miratohet ligji, të miratojnë më pas dhe aktet ligjore këtë po e përsëris për shkak se jemi në rrethanat kur kemi vetëm një deklaratë dhe një projekt ligj të përcaktuar në fushën e tatimeve, ndoshta edhe në proces diskutime ashtu. Në diskutime që në grupet e interesa. Është një detyrim ligjor, por gjithsesi kemi dhe deklarata që kanë të bëjnë në fushën e sigurimeve shoqërore, kemi një rritje të pagës minimale, kemi një rritje të pagave, rritje të masës së pensionit, siç i ka deklaruar kryeministri dhe për të gjitha këto ne do të vazhdojmë të flasim dhe në emisionet të ardhshme, por në fillim dua të prezantoj zotin Ceci. Përshëndetje zoti Ceci. Përshëndetje. Mirë se ardhët përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini. Para se të kalojmë në dy ndryshimet kryesore që pritet së shpejti të marrin formën e prerë të ligjit, të botohen dhe në fletore zyrtare, unë do ta filloja pikërisht me deklaratën e kryeministrit, ajo që priteshe në janar të vitit 2026, do të kemi një rritje fillimisht të pagës minimale nga 40.000 në 50.000 lekë dhe kryeministri ka deklaruar që në janar të vitit 2026 do të kemi dhe rritje të pagave, kryesisht në institucionet dhe në ndërmarrje shtetërore, kuptohet në institucionet publike, që do të ketë një impakt jo vetëm për punonjësit, jo vetëm për punëmarrësit, por kuptohet do të ketë impakt në buxhetin e shtetit, në grumbullimin e të ardhrave, edhe për kontributet për sigurimin shoqëror dhe më pas edhe për të bërë të mundur edhe rritjen e pensioneve krahas indeksimit të pensioneve, që është një detyrim ligjor që ne kemi shpjeguar, që është një detyrim ligjor për çdo vit nga Këshilli i Ministrave për të bërë indeksimin e pensioneve. Nëse do të kemi një rritje të pagës minimale nga 40.000 në 50.000 lekë, duke filluar nga janari vitit 2026, kuptohet që do ketë një efekt financiar për personat fizik, biznesin e vogël, por edhe për biznesin e madh, të cilët tashmë do të deklarojnë dhe janë detyruar të deklarojnë një pagë më të lartë se ajo që deklarojnë dhe në fund të dhjetorit të vitit 2025 nga 40.000 në 50.000 lekë. Çfarë efekte financiare do ketë dhe cilët do të jetë impakti për biznesit ju jeni tashmë të lidhur me subjektet dhe sigurisht neve pavarësisht se rritje qeveria deklaron për rritje të pagave të administratës publike, kjo do të jetë një indicje dhe po nxitje edhe për administratën apo punonjësit
jo publike, të private, të cilët sigurisht që do të ndjekin, besoj se do të ndjekin apasapi dhe këtë ritëm të rritjes së pagës në administratën publike. Sigurisht që këto do të influencojnë në rritja e pagës në sektorin jo publik, se unë për këtë jam kompetent që mund të flas, do të ndikojë në rritjen e rendimentit të punonjësve, por në të njëjtën kohë do të ndikojë dhe në rritjen e shpenzimeve të subjektit përkatës. Se sa do të jetë raporti i rritjes së pagës dhe se sa do të jetë ajo ndikimi tek shpenzimet e administratës dhe sa të përballueshme do të jenë këto nga subjektet publike, normalisht që do të shihen gjatë kohës së implementimit. Sigurisht tash që rritja e pagës rrit konsumin e punonjësve, normalisht rrit konsumin e punonjësve dhe rrit aftësitë e prodhuesve të punonjësve për të gjeneruar energji të reja edhe për të rritur më tepër rendimentin në punë. Gjithashtu, ajo në njëjtën kohë do të rritë edhe pagesën e sigurimeve shoqërore, të cilat, siç dihet, janë një pjesë të cilës e përballon tatim paguesi dhe një pjesë e punëmarrësi ose punëdhënësi dhe punëmarrësi. Do të 16.7 i paguan punëdhënësi dhe 11.2 të tjerat i paguan punëmarrësi. Plus që do të shikojmë se si do të jetë edhe kufiri i tatimit të ardhurave, tapit, që nuk e kam shumë të qartë se sa do të jetë kufiri i mos pagesës së tapit. Deri në çfarë kufi pagë për tapit nuk do të paguhet. Kjo do të jetë dhe ka qenë një nga ngerçet e ligjit të mëparshëm, kur një pjesë e mire e punonjësve ose të subjekteve nuk paguan ose nuk deshin, nuk rritnin pagën për arsye se tapi ose tatimi vitar për personin ishte e konsiderueshme, do të ndikonte shumë në zvogëlimin e pagës së punëmarrësit. Patjetër, ne do ta përsisim në fakt që këto janë në projekt ligje, janë projekt vendime të cilat do të... Edhe nuk mund të flasim më konkretisht, rritja e pagës minimale nga 40.000 në 50.000, jo vetëm për punëmarrësit, por edhe për personat fizikë, besoj do ndikojnë në rritjen e shpenzimeve për shkak edhe të detyrimeve që kanë më pas për të paguar. Në të njëjtën kohë do të rritë edhe konsumi, dhe rritja e konsumit normalisht që do të rritë prodhimin, edhe kjo është një proces, një matricë e cila zinxhir, se cila ndikon tek njëra tjetër. Do ketë ardhur më shumë. Do ketë ardhur më shumë, por edhe tjetër, duke patur lek më shumë në duart të punonjësve, të qytetarëve, normalisht ata do të blejnë më shumë, do konsumojnë më shumë, atëherë do duhet më shumë prodhim në treg. Që duhet prodhim në treg, domethënë që subjektet do punojnë më shumë. Kjo domethënë është e shpjegueshme, gjithmonë konsumi rrit prodhimin, edhe do rritja e prodhimit do rrit në tërësinë e vet mirëqenien. Po këto janë raporte të cilat nuk është lehtë për tu kalkuluar, domethënë. Ato kalkulohen siç themi gjithmonë në treg. Po normale që ju e preket pak, deri sot kemi një nivel dysheme po them për tatimin mbi të ardhurat personale në masën 50.000 lekë. Kuptohet kur sot kemi një pagë minimale 40.000 lekë dhe deri në 50.000 lekë nuk do kemi tatim mbi të ardhurat personale. Ndryshimi i pagës minimale nga 40.000 në 50.000 do të ndryshojë dhe tavanin. Rritja e pagës normalisht duhet ndryshojë edhe dyshemen. Po, dhe tavanin që nuk do të paguhet ky tap. Edhe tatimi të personale, po më pas edhe për kontributën për i bie që gjithë rritja të kalojë në dorën e punonjësit ose të të punonjësit ose të konsumatorit. I gjithë rritja e pagës duke eliminuar neto në favor të punëmarrësit dhe kuptohet edhe në të vetpunësuarit i cili do të ketë edhe ndryshim në pagesën. Kjo do të çojë edhe atë konfliktin që ka punëmarrësi dhe punëdhënësi për deklarimin ose mos deklarimin e saktë të pagës. Deri tash ka qenë një konflikt i madh për arsye se ai të gjithë punëmarrësit kanë qenë protestues për pavarësisht të sigurime, po për tapin nuk kanë qenë shumë të kënaqur për këtë pjesë të cilën ata e paguanin. Se u zinte një pjesë të madhe të pagës. Ndoshta duhet ju besoj
keni marrë dhe nismat tuaja për të diskutuar dhe për të bërë dhe propozimet konkrete më pas në institucionin e ekspertëve kontabël, por edhe më pas në Këshillin e Ministrave për të bërë të mundur që edhe ndryshimi i nivelit të tatimit të personale të jetë të ndryshojë, krahas edhe ndryshimit të pagave. Në datën 6 na është bërë një ftesë, një njoftim për arsye të marrim pjesë si grup interesi në Këshillin Tatimor, ku do të diskutojnë këto projekt ligje. Projekt ligji mbi TVSH, projekt ligji mbi fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve dhe në të njëjtën kohë projekt ligji mbi pagën. Po, besoj se aty përfaqësuesit tanë kanë reklamuar të gjitha ato pretendimet që kanë punonjësit. Do të jemi më të qartë dhe do të jemi përsëri në emisionin çfarë duhet të dini në momentin kur pikërisht to projekt ligje të marrin forcën e ligjit, të botohen në fletorin zyrtare dhe më pas të dalin dhe aktet duhet të theksoj se këto pavarësisht nga diskutimi dhe faza, si do janë në fazën përfundimtare, edhe në fazën e diskutimit përfundimtar, për arsye se më datën 1 të vitit 2026 këto duhet të hyjnë në fuqi. Nga eksperienca juaj, në momentin që do të kemi një rritje të pagës minimale, do të kemi një rritje të pagave, kuptohet që do të kemi sipas deklaratës së kryeministit dhe rritje të përfitimeve të pensioneve, ndoshta do ketë ndikim kjo në rritjen e çmimeve, kjo është me interes gjithmonë sipas eksperiencës suaj dhe përvojës suaj në këtë fushë. Por rritja e çmimeve nuk ka të bëjë me këtë, ka do një rritje të inflacionit, ka ndrikim. Po. Rritja e inflacionit ka ndikim të drejt për drejt në rritjen e çmimeve. Megjithatë, kjo nuk pretendohet që po të rritet paga do të rriten dhe çmimet. Normalisht po të rriten pagat, qëllimi është që të rritet konsumi. Të rritet konsumi, normalisht që do të prodhohet, do të blihet më tepër, do të konsumohet më tepër dhe në jetë kohë do të prodhohet më tepër. Ka i rrethi vicioz i prodhimit PMP prim, do të jetë shumë më i madh. Kjo e tregon një progres të zhvillimit të ekonomisë. Do ta futë ekonominë në një trajektore progresive. Do të kemi një rritje të pagës reale, jo thjesht të pagës nominale, por do të kemi një rritje të pagës reale. Kjo do ndikojë dhe në formalizimin atë që ka mbetur, se të jemi të sinqertë, pagat në përgjithësi janë të formalizuara. Mund të ketë shumë pak nga ata që si kanë formalizuar, por tash edhe ata që kanë mbetur pak me këtë lloj rritjesh besoj se do të kalojnë drejt formalizimit total. Mirë, Fatmir, tani të ndalemi në 2 projekt ligje që janë shumë të rëndësishme për qytetarët, që ka të bëjë pikërisht me amnistin apo faljen e gjobave, atë që tashmë është projekt ligj dhe ka deklaruar dhe kryeministri që duke filluar ndoshta nga janari vitit 2026 do të kemi dhe faljen e detyrimeve apo gjobave të periudhave të caktuara në fushën e tatimeve nga persona fizike apo ndoshta dhe persona juridik. Konkretisht, çfarë parashikon ky projekt ligj për faljen e këtyre detyrimeve, cila kategori përfshihen, sepse sipas deklaratës së kryeministrit jo të gjitha kategoritë e personave që kanë detyrime në fushën e tatimeve, qoftë gjova apo dhe detyrime të tjera tatimore do të amnistohen. Po ka periudha kohe të caktuara të cilat apasapi do të biles kishte edhe atë pjesë që personat caktuar nëse do të paguajnë principalin, normalisht në këtë rast do kemi edhe falje të gjobave për periudha kohe të caktuar. Po, projekt ligji mbi fshirjen dhe pagesën, shuarjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore dhe doganore, është, thamë, në fazën përfundimtare të diskutimit dhe me qëllimin e vetëm që më 1 janar të vitit 2026 të filloj të veproj, në të projekt ligj që përfshihet në të gjitha fshirja, shuarja dhe pagesa e të gjitha detyrimeve të lindura e ka në 3 faza, do të ka ndarë në 3 faza, në 3 periudha. Të gjitha ato detyrime që janë deri më datën 31/12/2014 falen totalisht, do të thënë falet principali, detyrimi bazë, falet kamatvonesat, falet dhe gjobat. Të gjitha kategoritë dhe të gjitha kategoritë përveç se sigurimeve shoqërore. Kontributet për sigurim shoqërore do të vazhdojnë të ngelen pagesat e principalit të detyrimeve të sigurimit shoqëror. Jo gjobat dhe kamatvonesat, ato falen, por detyrimi
për të paguar sigurimin shoqëror principali në termin ton tatimor, duhet të nuk fshihet asnjëherë. Edhe në ato ligjet e para që kemi të këtyre faljeve fiskale, nuk është përfshirë asnjëherë sigurimi shoqëror. Normalisht që s'ka si të përfshihet. Si kontribut. Ai si kontribut. Më pas kamata dhe gjobat, besoj do të amnistohen në bazë të ligjit. Pastaj një periudhë e dytë është ajo që nga viti 1 i pari 2015 deri në vitin në 31/12/2019, e cila ka falje pjesore. Domethënë, nëse paguhet 50% i detyrimit, do të falet 50% që tjetër. Në të njëjtën kohë, duke bërë ky kompromis i pagesës, do të shlihen edhe kamatvonesat dhe interesat. Por duhet të paguhet deri më 30 qershor të vitit 2026 sipas projektit. Por në qoftë se s'paguhet edhe është një fazë tretë ose një nën fazë kësaj faze, e cila është 25%, nëse ti paguan 25%, sipas mundësisë që ke, të falet 75% që tjetër, por duke i paguar deri në 31/12, por me keste. Është një lehtësi që në të njëjtën kohë, në të gjitha rastet, kur realizohet ky kompromis, akt marrëveshje, do të bëhen në bazë një akt marrëveshje midis paguesit dhe administratës tatimore, kur normalisht që të dy palët duhet të jenë korrekte dhe ato do të falen edhe interesat dhe kamatvonesat, gjobat, interesat, kamatvonesat. Ndërsa faza e tretë është faza përfundimtare, që është kjo që fillon nga 31/12/2024 dhe tash. Do të thënë që normalisht do të paguash 100% të detyrimit që të falen kamatvonesat dhe gjobat. Nuk ka të falje dhe në principal. Këto janë tre faza Këto janë tre fazat dhe gjithëpërfshirja e tyre. Do të thonë këtu thash përveç se detyrimit tatimor, këtu bëhet fjalë edhe për detyrimet dhe gjobat të detyrimeve doganore, të cilat pothuajse kanë të njëjtën ligj kështu rregullsi. Të ndara me faza dhe me periudha, po them ata që kanë më shumë se sa 10 vjet. Në kategori të lindja e këtij detyrimi, me sa e kuptova që të jemi edhe më të qartë për teleshikuesin, bëhet fjalë lindja e detyrimit është para 10 vjetëve, para 5 vjetëve dhe pas 5 vjetëve. Por dhe i regjistruar në regjistrat tatimor, diku ose regjistrat doganor. Tu ka një specifik, nuk u falen në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast të gjitha ato që janë në procese gjyqësore që dhe në të cilave ju është marrë dhe një vendim i prerë nga gjykata. Do të thënë të gjitha ato detyrime që nga gjykata është marrë një vendim i prerë që për të mos u falë nuk falen. Në të njëjtën kohë dhe ato që janë në proces e sipër nuk falen, nuk merren konsiderat. Pavarësisht në periudhat kur ka lindur ky detyrim. Pavarësisht periudhës se nuk do të ketë një, se s'mund të jetë amnisti e një procesi gjyqësor, normalisht është një konflikt midis gjyqësorit pasaj dhe administratës tatimore. Ndoshta kjo do të rregullohet me ligj dhe unë përsëris që jemi në pritje të ligjit. Se flasim gjithmonë deri tani. Ka këto parashikime që në datën 7 të nëntorit është mbledhur Këshilli Tatimor, i cili diskuton edhe ose merr në konsiderat dhe sugjerimet e grupeve të interesave dhe më në fund bëhet vendimi përfundimtar. Po, dhe ne do të jemi përsëri në emisionin çfarë do të dini në momentin që do kemi gati ligjin e miratuar dhe aktet ligjore të veta për cilat qytetarët duhet të njihen, sepse ju e thatë që edhe shlyerja e detyrimit ose falja e detyrimit ka fate kohore dhe qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm për të mundur për të bërë marrëveshjen me drejtorit e tatimeve dhe më pas të amnistohen pikërisht detyrimet që do të përcaktojë ligji, ndoshta ollësitë do t'i kemi dhe do t'i trajtojmë në një emision tjetër. Shumë më të afërt për shkak se jemi gati në fund të vitit dhe shumë ndryshime do të pësojnë edhe ligjet që kanë bërë me tatimet, me faljen e detyrimeve, por dhe data e ekzekutimit data 1 janar i vitit 2026. Por kemi dhe një projekt ligj që ka të bëjë me tatimin mbi vlerën e shtuar,
Ne kemi trajtuar tatimin vlerësuar, por ndoshta ky projekt ligj në pritje për të marrë forcën e ligjit ka të bëjë pikërisht me TVSH për fermerët, për prodhimet bujqësore. Çfarë ndryshimesh pritet që të ketë në këtë fushë? Gjithmonë flasim për, apo ka edhe në fushat e tjera, me deklaratat e kryeministit ka të bëjë vetëm me specifikisht vetëm për fermerët. Kjo ka qenë një nga problematikat e mëdha dhe si thua dhe masë e cila penalizonte fermerët, ose më mirë të themi grumbulluesit dhe përpunuesit të cilët merrin produkte bujqësore dhe blegtorale nga fermerët. Gjithmonë fermerët dhe grumbulluesit dhe ta furnizuesit e përpunuesit kanë shprehur pakënaqësinë, kanë dalë në për protesta, kanë protestuar dhe në kuvent nëpërmjet deputetëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nuk është marrë në konsiderat. Si vjetë është marrë në konsiderat në mënyrë, sipas mendimit tim, në mënyrë pjesore dhe me një format të ri. Ligji i TVSH mbi fermerët ka qenë her pas here, por gjithmonë është ndryshuar, alokuar sipas situatave dhe sipas argumentave të qeverisë. Në këtë rast të dalim në përfundim, është marrë në konsiderat ankesa e fermerëve dhe grumbulluesve dhe përpunuesve dhe qeveria ka nxjerrë një metodë dhe mënyrë të re, kur fermerit i krediton shumën prej 10% të produktit, por duke ja dhënë në direkt fermerit në dorë. Jo siç ishte ligji më përpara që këtë e përfitonte grumbulluesi dhe përpunuesi. Pavarësisht se quheshe sikur i jepshe fermerit, por nëpërmjet mekanizmit të shkëmbimit të faturave përfitonte grumbulluesi dhe përpunuesi. Fermeri nuk fitonte asgjë. Tash në këtë rast çdo fermer i cili do të çesë produktet e tija bujqësore, duhet të theksojmë këtu se të gjithë fermerët janë të pajisur me nipte tatimore, që cilët kanë të drejtë të tregtojnë produktet e tyre dhe në këtë rast kanë të drejtë të përfitojnë në 10% kur produktet e tyre të çesin një subjekti me TVSH. Grumbulluesi ose përpunuesi me TVSH. Ai do t'ju pres faturën në bazë të vlerës që do të zërë malli dhe në çdo 6 muaj nga ana e qeverisë, nga ana e administratës tatimore konkretisht, do të kompensohet vlera e shumëzuar me 10% që i takon fermerit. Do t'i kaloj normalisht në llogarinë e tij bankare, drejt së drejti në llogarinë e tij bankare, pa u futur në një ndërmjetës tjetër. Por duhet plotësoj ky kusht që ai të produkti ta ketë qitur në një subjekt i cili është i regjistruar me TVSH. Dhe kundrejt një kontrato që bëjnë dy palçe dhe thamë edhe tjetër që duhet dhe patjetër të kalojë në llogari bankare. Kto bëhen për arsye që të jenë transparente. Ti marrim pak me radhë që edhe fermerët të jenë më të qartë, por edhe grumbulluesit të jenë më të qartë se çfarë veprimtari do bëjnë ata për të bërë të mundur kalimin direkt të masës 10% të mallit të shitur nga fermerët në favor të fermerit. Fillimisht duhet të ketë nipt, normalisht duhet jetë i formalizuar. Më pas duhet që të ketë një marrëveshje me grumbulluesin, me klientin e tij ose blersin e tij, i cili normalisht të përzgjedhur një blerës i cili është i regjistruar në TVSH. Subjekt me TVSH. Subjekt me TVSH. Se ka dhe subjekte që janë pa TVSH. Edhe në të njëjtën kohë kundrejt dhe prerjes së një fature për shumën në vlerë të vlerës që ka produkti i tij, dhe duke i grumbulluar këto fatura në një 6 mujore, domethënë një në 6 muaj bëhet kompensimi dhe dorëzohen në drejtorinë tatimore kundrejt një numri llogarie të përkatëse dhe llogaria edhe këtë e krediton administrata tatimore direkte në llogarinë e tij bankare. Fermerit duhet theksuar se këtë rast është risi që kreditimi i bëhet fermerit në mënyrë të drejtë për drejtë, i përfiton fermeri në mënyrë të drejtë për drejtë. Këtu ka një penalizim sipas mendimit tonë që grumbulluesi dhe përpunuesi do të vazhdojë, kaq sa e kam të qartë unë, do të vazhdojë siç ka qenë më përpara. Nuk do të kreditoj më TVSH që dhe të
të shesë me të vëshë 20%. Nuk do të kreditoj 10% që të shesë 20% edhe ta përfituesi është fermeri direkt fermeri. Në pritet zinxhiri i kreditimit të vëshës. Tek fermeri. Ndoshta do jemi në pritje të akteve në ligjore. Sipas mendimit tim nuk e kam shumë të cilat sipas mendimit tuaj do jetë marrëdhënia midis fermerit dhe drejtorisë së tatimeve, sepse fatura që do të grumbulloj gjatë gjithë periudhës nuk besoj se do jetë pikërisht fermerët do shkojnë fizikisht në drejtorinë e tatimeve. Po. Fizikisht gjithë fermerët. Po, fizikisht fermerët, një në 6 muaj, prandaj e ka lënë të akumulohet, të mos shkojnë muaj për muaj, një në 6 muaj, edhe do të paguhen administrata tatimore ka për ashtu, për shembull 6 muajorin e parë do të paguaj deri në dhjetor të vitit për shembull. Dhe 6 muajorin e dytë do të paguaj deri në qershor të vitit pasardhës. Por edhe për të mos krijuar anomali në kuptimin se do të ketë shumë përfitues, edhe është një periudhë besoj se e mjaftueshme. Procedura sipas mendimit tim është e thjeshtë. Thjesht do të merren fatura, do të shkruhet në administratë tatimore, do të shumësohet, do të kreditohet të vëshëja ajo paraja direkte në bankë. Jo se do të merren lekët në tatime, do të merret në bankën, në llogarinë e tij bankare. Ka çmime referencë për produktet që tregtojnë, po them, fermerët? Sepse kam fjalën këtu që nuk ka çmime referencë, ka çmime statistikore. Po. Çmime statistikore. Kjo mbetet pasaj për të diskutuar, do të shikohet në udhëzimet se a ka mundësi që të abuzohet në këto drejtime apo jo. Se si do të veprohet konkretisht, e thamë. Përveç se ligjit do dalë edhe udhëzimet mbi zbatimin e ligjit. Edhe këtë do ta shohim. Se do të ketë pretendime, sikur edhe fermerët të cilët mund të abuzojnë, prodhojnë 100 tonë dhe thonë që kemi prodhuar 200 për ta përfituar këtë edhe tjerë, po besoj që të jetë kaq e lirshme dhe do të gjendet një mekanizëm i tillë që të gjithë fermerët janë të regjistruar, do të vihet në funksionim të gjithë institucionet përkatëse, siç është drejtoria e policisë, tatimet, kontrolli i shtetit e të tjerë, ose ky kontrolli i policisë tatimore që është e të tjerë me radhë që mund ta vënë në që të monitorojnë. Të ta monitorojnë, besoj do tentohet me amendja, por besoj që t'ju lejohet. Do të gjendet gjithmonë në pritje të ligjit edhe të akteve të tjera në ligjore, do të jemi më të qartë dhe do të jemi përsëri në emisionin çfarë duhet të dini për të folur pikërisht për hollësi, për detaje që ta kenë parasysh jo vetëm fermerët, por edhe grumbulluesit që të jenë korrektë me zbatimin e ligjit dhe pas me përfitimin. Një gjë e re është në këtë rast se deri dje e ndiqnin fermerët blerësit. Tani do jetë tek kundërta. Ti do jetë tek kundërta. Sepse interesi që fermeri nuk do të lejojë që t'i abuzohet me çmimin dhe vlerën e tij, me faturën, por do të kërkojë një blerës i cili është i formalizuar në drejtorinë tatimore dhe konkretimet të vëshë. Kjo do jetë një gjë e veçantë. Po dhe më pas personat e tjera që do jenë pa të vëshet, do jenë pikërisht ta grumbullues, do jenë këta grumbullues që do të shpërndajnë më pas produktet ushqimore. Pastaj do të ndjek për ciklin e vet. Dhe do jetë më formalizuar. Kjo është një nismë në fakt që do bëj të mundur dhe formalizimi që pritës së vërtetës deri sot mund të jetë një nga sektorët më problematikë në pjesën e formalizimit. Tash përse fermerëve ju kreditohet 10%, se edhe kjo është ishte një problem i madh, e cila gjithmonë administrata tatimore dhe nuk pranoshte që ishte zero deri dje, domethënë. Por disa nga inputet e tija që ble, ato janë me të vëshë dhe normal ky 10% është për të zgjatësuar ato shpenzim që bëjnë për blerjen e inputeve të tilla që janë me të vëshë fermerit. Jo se i falet në kuptimin, por i subvencionohet ajo që ai shpenzon. Ki parasysh për produktet që shërbejnë që shërbejnë për prodhimin, që janë të domosdoshme edhe për prodhimin, por edhe për cilësinë e prodhimit, kuptohet tashmë dhe standardet. Por ti tani stimul kanë filluar gjithmonë më shumë të kërkojnë për shkak edhe se pikërisht hapja kapitujve të ndryshëm me Bashkimin Evropian do bëj të mundur që edhe cilësia
dhe standarde të tjera do kemi edhe në prodhimet e fermerëve, për shkak se nuk mundet të lidhësh tash me një kontratë me një subjekt jashtë Republikës së Shqipërisë nëse nuk respekton pikërisht standardet e cilësinë që janë të konkretizuara dhe pikërisht në projektet e BE-s. Në projekt ligj thuhet se kujt shteti janë referuar. Normalisht kanë bërë disa shembuj të cilëve kanë përqindje të ndryshme. Po në përgjithësi janë referuar shteteve të cilat janë Komitetin Evropian, edhe në bazë të konventave të Komitetit Evropian mbi bujqësinë. E kanë të justifikuar dhënien e 10%. Po, në fakt janë pozitive, jo vetëm në interes të fermerëve. Ne folëm pak më herët edhe për faljen e detyrimeve, për kamatvonesat, për gjobat, ndoshta edhe detyrimet tatimore që kanë bënë me ata subjekte që kanë detyrime të lindura më shumë se sa 10 vjet, nga viti 2025, po them ju përmendët vitin 31 dhjetor të vitit 2014, gjithmonë këto janë interes të individit, por unë do të thoja që pikërisht nisma ligjore do bëjnë të mundur edhe formalizimin e tregut. Kjo e fshirjes dhe shuarjes detyrimeve tatimore dhe doganore ka ardhur si rezultati se këto lloj gjoba penalitete janë quajtur të pamundura për të mbledhur dhe të cilat e kanë ngurtësuar veprimin për mbi to. Ato derisa ti nuk arrin dot që ti mbledhësh, atëherë s'ke pse i mban në regjistra. Kuptohet, pastaj edhe në aspektin psikologjik është edhe për të mbështetur individin në fakt, i cili nëse ka detyrime tatimore nuk mund të hap një aktivitet privat për shkak se nuk i vendosen në barë sigurie në hipotekë e tjera edhe ishte një ngërç i cili ishte i pazgjidhshëm. Duke mos i paguar se s'kishin mundësi t'i paguanin, se shumica janë nga ata që s'kan pasur mundësi t'i paguan dhe kanë ngelur. Ndërsa pjesa tjetër çliron përsëri energji dhe lek. Aty në projekt ligj në rezolucionin e projekt ligjit thuhet se sa lek çlirohen nga kjo lloj mase, të cilat do të futen në aktivitet po. Do iden në treg dhe normalisht po dhe individët do të çlirojnë nga këto masa shtrënguese që kanë pasur, kështu që do të jenë më aktive. Do ketë mundësi individi që të aktive dhe ekonomisi jepet një impuls miri. Shumë të rëndësishme janë dhe ne përsëri do të trajtojmë, prandaj ne i trajtojmë në këtë emision. Tu e refuzojnë shumë veta të cilët kanë qenë të rregullt, se thonë duke ndodhur këto amnisti, atëherë edhe ne po presim, nuk i paguajmë që të presim një amnisti tjetër, por kjo nuk është arsyeja, domethënë, themelore. Më shumë prevalon ajo që këto para nuk mund të futeshin në treg, ishin të ngurtësuara. Dhe ngjallin probleme të ndryshme të individëve, të fermerëve, të subjekteve të cilat i kishin këto. Po, atëre edhe i trajtuam të dyja ndryshimet. Në fakt kemi patur edhe gjatë deklaratave të kryeministrit të javën e fundit, kemi patur deklarata dhe nisma ligjore, projekt ligjet janë gati për të shqyrtuar më pas në parlament, por edhe projekt vendime që kanë të bëjnë jo vetëm me këto dy fusha që ne folëm, por dhe me rritjen e pagës minimale që trajtuam në fillim të emisionit, me rritjen e pagave në sektorin shtetëror, kryesisht në institucionet publike shtetërore, por ju e thatë që kjo do të shërbejë edhe për rritjen e pagave në sektorin privat, sepse kuptohet që do të jetë një stimul për të bërë të mundur pikërisht edhe rritjen e pagave në sektorin privat, por rritja e pagave do të sjellë të ardhura shtesë për qytetarët, të cilët do të shpenzojnë dhe do të krijojnë më pas edhe të ardhura më shumë tatimore, do kemi më shumë të ardhura kontributive për sigurimet shoqërore. Deklarata e kryeministrit ka të bëjë pikërisht edhe me rritjen e pensioneve. Ai deklaroi dhe pritet që shumë shpejt të marrë formën e ligjit disa projekt vendime që kanë të bëjnë me rritjen e masës së pensionit për pensionet e plota në masën 1.800 lekë në muaj në vitin e parë dhe më pas duke 2 fishuar, 3 fishuar, 4 fishuar në vitet më pas në pensionet e pjeshme, që bëhet fjalë për personat e siguruar të cilët nuk e kanë vjetësinë e punës së plot, në kohën kur janë caktuar pensionet në masën 800 lekë, në pensionet e invaliditetit, në pensionet familjare, të cilat në pensionet rurale,
dhe këtu po e them që pensionet rurale kanë bëj pikërisht me ato pensionet të cilët janë caktuar deri në 31 dhjetor të vitit 2014 dhe që vitësinë e punës më shumë se gjysma që kërkonte në 92, po them më shumë se 35 vjet, nëse bëhet fjalë vetëm për vitin 2014, e kanë patur punën në ish kooperative në bujqësore dhe janë caktuar sipas ligjit të para vitit 93 për ish kooperativat bujqësore, për caktimin shoqëror në ish kooperativa bujqësore, por edhe për ato të caktuara pas 1 tetorit të vitit 1993 deri në 30 dhjetor të vitit 2014, por që vitësinë e punës pjesën të madhe të tyre kanë patur në ish kooperativa të bujqësore. Dhe pikërisht këto pensione rurale do të kërkojnë dhe ato një rritje mujore, do kemi një shtesë mi pension çdo muaj, që personi përfituesi i çdo lloji pensioni do ta përfitojë më pas, por do të kemi edhe bonusin e fund vitit, jemi në pritje të vendimit të Këshillit të Ministrave, tashmë kemi një përvojë të paktën në vitet e fundit që kemi një masë më të lartë të bonusit. 10.000 po kemi edhe një numër më të lartë të bonusit. Këtë vit kemi patur edhe një bonus të dytë në pranverë, në muajin në mars, 10.000 ose 5.000 lekë në varësi të masës të pensionit të çdo lloji kategorie të pensionit. Megjithatë edhe kjo është një temë që jemi akoma në projekt vendime. Normalisht vendimi i Këshillit të Ministrave do na qartësojë më shumë dhe do të jemi më të qartë për gjithë teleshikues, gjithë personat e siguruar, gjithë pensionistët të cilët kanë lajme të mira, jo vetëm në fushën e tatimeve, por edhe në fushën e sigurimit shoqëror, duke patur edhe ata një rritje të masës së pensionit ashtu siç do të kemi edhe rritje të pagave, siç do kemi edhe rritje së pagës në kuadrin e paketës fiskale të vitit 2026. Është një paketë që është shumë e rëndësishme për qytetarët që duke filluar nga janari i vitit 2026 do ta ketë efektin financiar çdo i punësuar, çdo i vetpunësuar, por dhe çdo pensionist i cili do të përfitojë një rritje të masës së pensionit mujor, duke filluar nga janari i vitit 2026 dhe Kryeministri e përmendi që këto do jenë jashtë indeksimit të pensioneve. Indeksimi i pensioneve është një normë ligjore. Ne kemi trajtuar në emisionet e kaluara edhe indeksimi i pagave për një detyrim ligjor dhe është e rëndësishme, është e rëndësishme vërtet, por jemi gjithmonë në pritje të forcës të marrjes së vendimit të prerë të ligjit apo të projektligjit që janë tani dhe të vendimeve të Këshillit të Ministrave, sepse pikërisht edhe indeksimi i pagave është shumë e rëndësishme për gjithë të punësuarit. Kjo është në kuadrin kemi një indeksim e gjithë shteteve të Komitetit Evropian funksionon. Do të thënë, po në bazë të rritjes së inflacionit do kemi çdo vit dhe një rritje të pagës dhe do bëj të mundur që paga reale, po them, paga nominale do t'i afrohet pagës reale. Që me të të ardhura, çdo i punësuar dhe çdo pensionist të blerë në tregët të njëjtat prodhime apo produkte apo shërbime pavarësisht nga inflacioni. Kjo do bëjë nëpërmjet rritjes pensioneve, indeksimit pensioneve dhe indeksimit të pagave. Megjithatë, ne fatmirë deri në fund të vitit pikërisht do jemi në këto tema, se këto janë shumë të rëndësishme për qytetarët, për t'i bërë të mundur që në janar të vitit 2026 të gjithë qytetarët jenë të qartë për të përfituar, mos gabojnë, për të njohur po dhe mos gabojnë afate, sepse ju e përmendët që çdo ndryshim ligjor ka dhe afate kohore. Nëse kalojnë ato afatet kohore, nuk kanë vlerë më pasaj që qytetari t'i përfitojë pikërisht të ndryshime ligjore. Por ne në emisionin e kaluar përmendëm edhe disa norma ligjore që kanë të bëjnë me fushën e sigurimit shoqëror dhe ju më pyetët në fakt para se të filloni me emisionin që si mund t'i trajtojmë këto norma ligjore, janë me interes për qytetarit pikërisht edhe për shkak të ligjit në përgjithësi, po edhe të pyetjeve që kanë qytetarët në emision. Unë një pyetje të bënja, kjo sa është diçka e re, do të thënë që rritet pensioni muaj për muaj. Kjo do të thënë është se pensioni qofse rriteshe një herë e mirë, do fillonte edhe vazhdonte një periudhë të gjatë, derisa fillonte një fazë tjetër rritje. Kjo rritja muaj për muaj sigurisht që e re besoj. Jo, nuk është
Ka qenë ndonjëherë, ka Nuk funksionuar është ndonjëherë? term i ri në fushën e pensioneve deri në 30 dhjetor të vitit 2014. Ka patur vendime të ndryshme të Këshillit të Ministrave që bëjnë pikërisht shtesën mbi pension, mbi masën e pensionit. Ka qenë në vendimi i Këshillit të Ministrave numër 763 në masën 763. Këto periudat e shkurtra, më falësh, periudat mujore, këto. Dhe pikërisht kjo do të thotë, pavarësisht se vështirëson paksa. Absolutisht nuk është e vështirë. Çdo qytetar duke filluar nga 1 janar i vitit 2026, nëse do ketë një pension pleqërie të plotë, pension pleqërie të plotë janë ato që kanë vetësinë e punës që kërkon ligji. Nëse sot kërkohet 38 vjet e 8 muaj, normalisht gjithë ata pensionistë të cilët kanë patur 38 vjet e 8 muaj në vitin 2025, ata që kanë përfituar në 2025 konsiderohen pensione pleqërie të plotë. Ose në vitin 2014 konsideroheshin me 35 vjet vjetësi pune të plot, ose në vitin 1993, po kthejmë shumë kohë më herët, sepse ka pensionistë që kanë linje së drejtë në vitin 1993, kërkohet 25 vjet vjetësi për burrat dhe 20 vjet për gratë për të konsideruar pension pleqërie të plot. Të gjithë ata do marrin 1800 lekë çdo muaj, që do të shtesë mbi pension. Pensioni, masa e pensionit ndryshon pensionist nga pensionist, nuk kanë të njëjtën masë pensioni, por të gjithë bashkë, pavarësisht nga masa e pensionit, kur janë pensione pleqërie të plot, do marrin 1800 lekë çdo muaj, që do jenë pjesë e masës së pensionit. Dhe ato gjenerohen, nuk është e vështirë as për të gjeneruar, ato gjenerohen tashmë nga sistemi elektronik i. Do të thonë rritja do jetë vetëm 1800. 1800 lekë në muaj vitin e parë. Pra se keq kuptohet, kur 1800 në janar, e 1800 në shkurt, e 1800 në mars, e 1800. Deklarata e kryeministrit ishte fare e qartë që disa veta e kanë kuptuar kështu. 1800 lekë do jetë gjatë vitit 2026 për gjithmonë për pensionet e plota. Dhe vitin e dytë, në vitin 2027 nuk do jetë 1800, por do jetë 3600. 2 fishi i 1800-s. Në vitin e tretë 3 fishin. Kjo si termologjia e përdorur është mbase që gabim. Se s'është rritje çdo muaj, është rritje për vitin 2026, 1800 lekë në muaj. 1800 lekë në muaj. Jo çdo muaj, se ka keq kuptim tash. Dhe kjo do të bëjë atë të mundur edhe për shkak të koeficientëve të indeksimit të pagave, koeficientëve të indeksimit të pensioneve, do të bëjë të mundur që pensioni minimal i plotë në fund të vitit 2029 do jetë 400.000 lekë të vjetra, se po gaboj dhe unë duke folur me të vjetra. 20.000 lekë të reja do jetë dhe pensioni minimal i plot, do jetë 2 shemeja që do të përfitojnë pensionistët në vitin 2029. Megjithatë, edhe kjo Fatmir, kjo shtesa ne do ta sqarojmë në emisionet e ardhme pikërisht sepse jemi në pritje të daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave. Nuk bëhet fjalë për pensionet e plota të pleqërisë, sepse ajo ishte e qartë, do rriten çdo muaj 1800 lekë vitin e parë dhe kështu me radhë derisa të 4 fishohet kjo vlerë në vitin 2029. Por cilat janë modalitetet për të përfituar ata shtesën mbi pensionin, ata që përfitojnë një pension të pjeshëm, e cila konsiderohet dhe kur e ke një muaj më pak se sa, po them 38 vjet e 8 muaj, por dhe kur ke 20 vjet më pak se 38 vjet e 8 muaj. Cilat janë modalitetet, ndoshta do të presim të dalë vendimi i Këshillit të Ministrave dhe ne të jemi përsëri këtu për të sqaruar qytetarët që ata në janar të vitit 2026 ta dinë se sa do përfitojë secili dhe secila kategori. Unë jam kurreshtar, jam kurreshtar të di këto rritje nga do të mbulohen thjesht nga kjo rritje page, do të thonë është bërë një llogaritje që këto rritje pensionesh do të mbeten nga rritja e pagave të momentit apo nga do funksionojë ajo si thua kontributi i shtetit për të rritur pensionin. Nga përvoja ime, këto përcaktohen, ju e dini shumë mirë që këto përcaktohen në vendimin që është në pritje për të dalë në Këshillit të Ministrave, që cilat janë financimet, nga do financohet pikërisht kjo rritje, do financohet nga buxheti i shtetit apo nga skema kontributive. Bosh, kuptohet, është i mbështetur në burime financiare të sigurta. Ne kemi thënë, domethënë që rritja e pagave 2 vitet e fundit të paktën ka bërë të mundur edhe rritjen e kontributeve të paguara në skemën e sigurimit shoqëror të detyrueshëm.
por kuptohet rritja e pagave Nëse do mbulon të të jetë gjithë. një pjesë që do të mbuloj pikërisht edhe këtë rritje ose këtë shtesë mbi pensionet e pleqërisë apo të llojeve të tjera të pensioneve. Por gjithsesi nga përvoja ime fillimisht këto shtesa përballohen nga buxheti i shtetit dhe nga buxheti kontributiv i sigurimit shoqërore, sepse kuptohet pjesa kontributive ka të bëjë për çdo qytetar, ka të bëjë dhe me ne të dy që jemi akoma duke paguar kontribute për sigurimin shoqëror dhe këto janë të domosdoshme nesër për të patur një përfitim dinjtos kur të jemi në kushtet e përfitimit. Por kryesisht thash fillimi përballohen nga buxheti i shtetit, jemi në pritje të daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave, por më pas ashtu siç ka ndodhur edhe në të kaluarën, këto bëhen pjesë e masës së pensionit. Pensionisti dhe vetë do ndërgjegjësohet që pensioni nuk është vetëm ajo masa fillestare e pensionit, po pjesë e pensionit do të jetë edhe shtesa mbi pension që do ndryshojë në 4 vitet e ardhshme. Dhe kuptohet që do kemi dhe një indeksim të masës së pensionit siç është përcaktimi ligjor në ligjin numër 7703, që është një detyrim ligjor i përvitshëm. Por kemi dhe këto duhet i trajtojmë, ne nuk do kemi kohë televizive të mjaftueshme për t'i trajtuar të gjitha në këtë emision, por gjithsesi disa norma ligjore unë duhet i them që t'jemi të qartë për. Ju më pyetës në fillim të emisionit se çfarë parashikon dhe neni 59 i ligjit, që është shumë i rëndësishëm për llogaritjen e masës fillestare të pensionit. Neni 59 ka të bëjë pikërisht me llogaritjen e bazës së vlerësuar. Baza e vlerësuar llogaritet sipas këtij ligji për efekt të llogaritjes së masës fillestare të pensionit, llogaritet duke ponderuar një mesatare aritmetike e ponderuar, po e themi pak më thjesht, midis pagave që nga fillimi i punës, bruto apo neto, këtë duhet ta theksoj. Po ta shpjegoj sepse bruto bëhet fjalë. Pas janari 94 janë paga bruto për efekt të llogaritjes së masës, jo neto, por deri në 30 dhjetor të 93 të vitit 1993, pikërisht ky nen përcakton që merren paga treferuese, sipas pozicionit të punës që ka çdo person i siguruar, për gjithë historikun e vet, nga fillimi i punës deri në 30 dhjetor të vitit 1993, sipas pozicionit të punës, nuk ka lidhje me pagën bruto ose neto. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton për çdo pozicion pune një pagë referuese. Dhe ndryshimet që pësoi ligji në përnjohjen e vlerësisë në punë në 13 mars të vitit 2025, këtu kemi një risi që ne kemi trajtuar se paga referuese për ata që kanë banuar në qytet në atë periudhë është shumë e lartë se sa paga referuese që trajtohej më herët me vendim të Këshillit të Ministrave për pozicione të ndryshme. Dhe këto indeksohen, këto paga referuese deri në 30 dhjetor të vitit 1993 indeksohen me koeficientët e indeksimit të pagave për t'i aktualizuar me pagën e sotme. Çdo pozicion pune të aktualizohet me pagën që ka sot. Apo pas janari 94, të cilat merren paga bruto, mbi të cilat janë paguar kontributet për sigurimet shoqërore, paga bruto për çdo vit, edhe këto paga indeksohen me koeficientët e indeksimit të pagave dhe koeficientët e fundit të indeksimit të pagave të janarit të vitit 2025. Kanë bërë të mundur ndoshta për herë të parë që paga minimale dhe paga deri në pagën maksimale është aktualizuar me pagën minimale dhe maksimale të sotme, të vitit 2025. Po them 40.000 lekë është paga minimale sot dhe 176.416 lekë është paga maksimale. Dhe pikërisht këto koeficientë indeksohen, bëjnë të mundur që të aktualizohet paga. Paga 2.560 lekë në vitin 1994 është aktualizuar dhe sot është diçka më shumë se sa 40.000 lekë. Sa që është paga minimale sot e një të vetë punësuari, po them, apo një të punësuari në sektorin privat me një pagë minimale. Dhe është e rëndësishme që të gjitha pagat të indeksuara me koeficientët prodhojnë, po them, një bazë të vlerësuar apo një mesatare aritmetike të ponderuar. Të ponderuar, po dhe të aktualizuar do të janë. Është ai i barazisë, domethënë, nuk ka këtu diferencime, domethënë. Jo, nuk ka, absolutisht. Kjo lloj llogaritje i bën një barazi të llogaritjes së kontributit. E kontributet e paguara në 94 aktualizohen sot me vitin 2025. Shumë veta ankohen se thot pse filani kështu dhe filani kështu dhe. Jo, të gjithë janë të bindur që pikërisht paga mbi të cilat kanë paguar kontributet, po normalisht. Sepse ndryshe
ka paguar në vitin 94 një person fizik me pagën 2560 lekë dhe ndryshe ka paguar një punësuar i cili ka patur po them një 3 fish të pagës minimale. Ka patur pagën 7680 dhe ka paguar kontribute për 7680 lekë. Ai sa ka po normalisht. Paga mbi të cilin janë paguar kontribute në atë vit aktualizohet me vitin 2025 pikërisht nëpërmjet koeficientit të indeksimit të pagave. Dhe kjo mesataret me tikë e ponderuar që mos bazohen shumë në terma teknike të nenit 59 që të jetë më thjeshtë. Mesatare aritmetike e ponderuar. Por ku është e rëndësishme për qytetarin për vitet kontributive që ai ka? Sepse sa më shumë vite kontributive që të ketë një person i siguruar, aq më lartë është dhe masa fillestare e pensionit. Sepse pikërisht kjo bazë e vlerësuar, kjo mesatare aritmetike e ponderuar, indeksohet në përqindje me vitet kontributive që ka një person i siguruar. Dhe pyetja që bëjnë qytetarët është, pse unë kam 48 vjet dhe një person i siguruar kur kërkohen 38 vjet e 8 muaj. Flas për vitin 2025. Tjeti bindur që nga llogaritja e masës fillestare e pensionit nuk është e njëjta gjë bazë vlerësuar, indeksuar me 38.8 dhe bazë indeksuar me 48.8. Kuptohet që janë 10% më shumë për një bazë vlerësuar, po them unë për një arsimtar që ka një bazë vlerësuar mbi 70.000 lekë. Normalisht 10% të 70.000 lekëshit i bie që të përfitojë vetëm në masën fillestare të pensionit dhe vetëm në pjesën e dytë të llogaritjes së masës fillestare të pensionit 7.000 lekë të reja më shumë se sa një person tjetër i siguruar i cili ka 10 vite më pak. Pasi indeksohet pjesa e pagës në kohë, indeksohet dhe pjesa e vjetërsisë së pagës në kohë. E viteve kontributive, po. Kontributive në kohë. Ka dy për llogaritje. Aty prodhohet pastaj edhe ndryshimi midis personit që ka më shumë vite kontributive se sa shkërkon në 92, po them 38 vitet e muaj ose jemi në prag të vitit 2026, duke filluar nga janari vitit 2026, periudha e vdesisë në punë që kërkohet për një pension pleqëri të plot do jetë 39 vjet. Dhe meqense jemi këtu, se një koleg i nderuar i RTS Koshës më kapi para se ty janë emision, më pyeti sa është periudha e vdesisë që kërkohet në vitin 2026, sepse plotson moshën në vitin 2026. Dhe sa është mosha, ndryshon ose jo mosha. Në janar të vitit 2026 nuk ndryshon përsëri mosha për burrat, do jetë 65 vjeç. Për gruan do të rritet përsëri 2 muaj, siç është rritur që nga viti 2015, nga 61 vjet e 10 muaj do të jetë 62 vjet. Dhe vdesja e punës si çdo vit edhe këtë vit do të rritet me 4 muaj, nga 38 vjet e 8 muaj do të shkojë në 39 vjet. Për burrat dhe për gruat. Vdesja në punë rritet një lloj si për teksuar se gjithmonë kur bën për llogaritje thotë vetëm gratë. Për burrat kanë këtë specifik. Mosha rritet vetëm për gruan, vdesja në punë rritet për të dyja, dhe për burrin dhe për gruan. Dhe meqense ta mbyll dhe fundin po them me shpjegimin të nenit 59, se është shumë i rëndësishëm dhe nuk do kemi kohë televizive për të vazhduar më pas me të tjera normaligjore, do t'i prekim pa nga pak Fatmir, vërtet këtë periudhë do jemi shumë të ngarkuar për shkak të ndryshimeve, por ne jemi detyruar që pa nga pak t'i prekim të gjitha. Ka të bëjë pikërisht me nenin pensionant, pikërisht me masën fillestare të pensionit, por për pensionet e invaliditetit. Kjo është shumë e rëndësishme që qytetarët duhet ta dinë. Ka persona të siguruar që në kohë të ndryshme kanë përfituar një pension invaliditeti dhe më pas ky pension invaliditetit është deklaruar pa grup. Ose komisioni mjekësor i caktimit të aftësisë për punë, komisioni mjekësor i caktimit, jo komisioni mjekoligjor, komisioni mjekësor ose kempi në termin teknik të vjetër, ose siç njihet më popullore nga qytetarët, ka përcaktuar pa grup, ose sepse personi i siguruar është bërë javë për punë, ose për shkak se ligji parashikon që nëse nuk bën kërkesën nuk të aplikon brenda 3 muajve nga përfundimi i komisionimit të fundit, normalisht deklarohesh automatikisht pa grup. Afati kohor është 3 muaj, prandaj i kushtojmë rëndësi kësaj afati, sepse shkelja e këtyre afateve pikërisht penalizon qytetarin, nëse nuk je korrekt me dhe për një periudhë kohe më pas qytetari përsëri deklarohet me grup ose është përsëri pa aftë për punë. Gjithmonë nga KMCAP-i, nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë. Dhe kuptohet ka një DFI të re, ka një datë fillimi i invaliditeti
të ri. Dhe kuptohet që me dëfi të re kemi një llogaritje mase fillestare të pensionit të ri. Do të kemi sepse ndryshojnë kushtet me dëfin e re. Por neni 59 përcakton, sepse në rastin e dytë kur bëhet një llogaritje e dytë për pensionin e siguruar, për pensionin invaliditeti gjithmonë, mund të ketë dy variante, ose ky masa e re fillestare është më e lartë se masa e vjetër, e indeksuar, ose masa mund të jetë dhe më ulët. Ka raste që është më ulët se sa masa e vjetër, kur ka fituar për të parë pensionin e invaliditetit. Në këtë rast neni 59 përcakton në ndihmë të pensioneve të invaliditetit që në momentin që është përfituar një pension i invaliditeti, pavarësisht nga koha kur është përfituar, kjo është si dysheme. Nuk mund të jetë më ulët se sa kjo masë fillestare e pensionit, që duhet ta kemë parasysh edhe pensionistët e invaliditetit të cilët kanë qenë diku në pension invaliditeti, është ndërprer ky pension invaliditeti për arsye të ndryshme dhe më pas rifillojnë një pension invaliditeti. Nëse kjo masë llogaritet me ulët se masa që ka pasur fillestare e indeksuar kjo me koeficientët, se kuptohet gjatë viteve që qytetari ka qenë pa pension invaliditeti, ka qenë pa grup, normalisht është indeksuar masa e pensionit. Kjo masë e indeksuar nuk duhet të është po them si kufiri minimal i llogaritjes së masës. Një masë mbrojtëse, jo diskriminuese do të thotë. Kjo bën në favor. Do gjithë ligji, gjithë koncepti i ligjit është favorizues siç është dhe ligji 7 për njërin e vdesis në punë për qytetarin për personin e siguruar. Mirë atëre Fatmir, unë ju falenderoj vërtet për shpjegimet, për ndryshimet, për të reja që na sillnin në emisionin çfarë duhet të dini. Ne për shkak edhe këtyre ndryshimeve do të jemi përsëri bashkë në emisionin e radhës, do të trajtojmë pikërisht ndryshimet duke konkretizuar një pas një të gjitha ndryshimet që do përsojnë ligjet në fushën e tatimeve dhe në fushën e sigurimeve shoqërore. Për fushën e sigurimeve, se jeni specialist i mirëfillt dhe ke shumë dashamirës që të dëgjojnë dhe duan dhe kanë konsiderata të mëdha për njohuritë të cilat i jep. Faleminderit Fatmir, tashmë pikërisht për shkak se koha televizive nuk mjafton dhe nuk mund t'i trajtojmë do të gjitha, megjithatë ne do të jemi përsëri të martën tjetër nga ora 17 deri në orën 18. Atëherë mirupafshim, miru takofshim përsëri të martën tjetër nga ora 17 deri në orën 18 në emisionin çfarë duhet të dini.